Sa për njerëzve, Allah ju zof në udhëzim islam, e quajnë mjekrën, e dini se e quajnë lesh. Këta njerëz, nëse e quajnë mjekrën për shkak sunetit pejgamberit sa që është mjekër, ata dalin prej fesë së Zotit xhel xhelalu, çish del pet kapi trupi. Apo andaj është rrezik i madh, çish i thu dikujt lesh. Te a di se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka bajt mjekrën. Ti a e mbana se mbana është përgjithësia jonë, na mbaj mjekra është përgjithësia jonë. Ama ti me e qujt një diçka që ka e ka bajt Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me terma, apo me terma gërditës, me veritës, imani jotë është në pikpytjen sa ka qijel qa që pikpytje ma. Dhe kujdes, ti mund është më konë, na mund më konë këtë neglijen, mund më konë nuksan, na e lutë në allot o zot falna. Ama mu talë, dhe va e gare, me sunetin e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, po ti she kon pranit ti, çish e kishe çujt ti mjekrën lesh. Andaj kujdes i madh. Me tall dikush babon tan çashtu. Mu kon baba jet me një fart të metë ti më thon, me të metë mu kon. Me ta thirr dikush babën me të metë, kish ardh zor apo? Po çish ai me të mirë, me zbukurim ti e tall ata. Andaj Allahu xhellahu ala çfarë thot? Me madhnush çdo sa ka të bëjë me ta. Kujdes, ruje gjuhën tane. Mos fol gjithë shka, sepse ka mund ti ta merë Allahu imanin. Nëse ngritja e zanit mirët imani, po me qujt sunetin e tina me diçka të lik,